është edhe ajo dhënja e sadakas çysh e jep. A e jep për nam dhe për çalam, apo e jep për sinqeritet. Çdo punë që ti duhesh ta bësh, edhe çdo punë që na duhet ta bëjmë, para se gjithash është ikhlasi dhe sinqeriteti në punën tonë. Kjo është elementi i parë. Elementi i dytë është dhënia në mënyrën më diskrete dhe më të fshehur të asaj sadakaje. Nëse dojmë që na ta kemi tamam sadakajen, se nuk është ndaluar të hap tazi sadakajen, por in tukhfuha al-fuqara, nëse ti ja mshefën atë, kjo është tukhfuha al-fuqara huwa khair. Ajo është më e mira për juve. Tash dietarët kanë thonë, nëse jep ti haptazi që për me marr njerëz i shembull se edhe ti duhesh me dhona, s'ka problem. Por mos jeti në jetë jot që dhënja e kësaj sadakaje qete publik edhe ai të nënçmohet. Por mundohu sa më msheft. Por nëse duhet edhe kur është natë. Por nëse duhet edhe kur perëndon dielli. Por mënyra të ndryshme, qëllimi është që dhënja të jetë në mënyrën e msheft, që edhe ai mos e ndije veten keq. Pastaj dhënja e sadakas jetë prej sendeve të mira. Mos jetë prej sendeve të cilat unë i kam shfrytzuar. E kom shfrytzuar në 3 vjet këtë palto, e kom marrë 3, atë është hap sadaka. Jo, ta japsh më të mirën çka ti e posedon. Atë patik edhe atë kundër edhe atë veshje që ti e ke më të lezetshme për ti, për ditën e Xumës dhe për Bayram, atë ta jap sadaka, e që ajo është vlera. Ajo çka është për blejash. Na nuk themi se atë çka ti e ke mbajtur nuk ban me dhonën, por nuk e kesh problemin sikurse atë çka ta don zemra, se ti e ke mbajtur edhe mo vetëm se i ke gjujt me një thes, ose i ke lënë me një qosh, ose i ke lënë podrum, edhe vetëm sa s'ka ardhur koha ti marrësh edhe ti hedhish në betorina. Edhe pastaj thot, a be ti jap na sadaka. Jo, nuk është kjo sadaka si duhet. Por sadaka kanë thënë dietarët është ti jash prej sendeve më të mira çka ti i posedon. Pastaj elementi tjetër është dhënia e sadakas, efendi, nuk është vetëm me dhon sadakan edhe fytyra jote që jetë e mbralt. Dhënia e sadakas edhe ti qesh me një farë mënyre pa buzëqeshje. Me reflektu buzëqeshje, qetësi, gëzim. Jo me cinizëm, jo me nënshmim. Jo me ironi, e jep sadakan edhe me më shpejt, ose e jep sadakan edhe me një nënshmim. Jo, nuk është zor Zoti për këtë punë. Por mundohu që edhe atë sadakash që do ta jepsh, qeti me një buzëqeshje të mirë, qeti me një respekt mirë, edhe qeti me një kohë të mirë që mos thehet zemra e atij e cila e pranon. Pastaj kanë thënë dietarët, shmangja e lëndimit të fyrjes dhe përmendjes të sadakas. Nuk ban me ja përmendën. Ja ke dhënë ti, ja ke bën një hajër, edhe mos disa vete e momentin në çka të dash. Dhe pejgamberi jep një shembull shumë të keq për ata njerëz që e jep diçka, pastaj e kthen atë, mundohet që ta kthejë mbrapa, por sikur qeni që vjedh, pastaj kthehet tek ai që e ka vjedh. Si e ka vjedh. Faktikisht kjo etikë dhe kjo tërbije, domethënë etika e besimtarit është që momentin që ti mundohesh ta japsh, mos e lëndo. Domethënë ja jep sadakan edhe ja lëndon zemrën. Ja jep sadakan edhe çka ja përmendën, mos ja përmend. Për atë tham, fillimi është ikhlasi, sinqeriteti. Prej etikës dhe prej tërbijes besimtarit është në sadaka që vazhdimisht ta pastron zemrën dhe ta ketë në jetën për hir të Allahut xhelal. Pastaj dhënia e sadakas se njerëzit që kanë më shumë nevojë që ipët. Se na kemi nevojtar dhe kemi më tepër nevojtar. To mundohemi të gjuajmë ose të zbulojmë ose të ulumtojmë njerëzit që me të vërtet kanë më shumë nevojë që na të ndihmojmë, atëherë t'ia gjejmë vendin edhe ta japim atë dhënje sadakas të ato njerëz. Për Allahu al-mahrum. Lisail al-mahrum, për ata që lyp dhe ai që ka nevojë por nuk lyp. Nuk lypën. Këto është shumë zor me i zbulu. Për ato në më herët thash, na duhet të mundohemi mos na vjeri dikush të dera, mos na shtrije dorën edhe si të habitësh, por momentin që ti e ki pasë, e varen, edhe si element për etikës është që dhënja sadakas ti jepet edhe në kohët e vështira. Allah mos na sprovoj. Momenti kur ki ndoshta edhe ti nevojë, edhe çat një hurm çka ki ta dojsh për gjyse. Edhe çat një buk çka ki për të shtëpia çka nuk del për ti se ti duhet mi pasën 3 buk, ta dojsh për gjyse, domethënë kohët e vështira mundohesh që ta tregosh edepin tënd, ta tregosh tërbien tënde, ta tregosh edukatën tënde që ajo sadakaja qete e vlefshme dhe të zonë vend inshallah.